FIFA dhe UEFA ka tregu që në Kosovë nuk e njen as një institucion tjetër përveç Federatës të Futbollit Kosovës, pavarësisht shkresave që i kanë shku prej ministrisë edhe akterëve tjerë, dhe më thonë ai nuk ka marrë mundin me i kthy përgjigje ministrisë, mirë po i ka dërgu letër, përgjigjen fakt ja ka dërgu Federatës të Futbollit, duke i treguar kështu edhe ministrisë, edhe qeverisë, po edhe gjithë akterëve tjerë se institucioni Federatës të Futbollit në Kosovë është më i madh sa i përket aspektit futbollit dhe komunikimi nuk mundet me u bë në rrugë tjetër përveç në rrugës zyrtare që është FFK, UEFA edhe FIFA. Kjo mendoj që është e para. E dyta, mendoj që ajo që ka ndodhur me i shkru letër ministri i sportit, UEFA-s edhe FIFA-s pak ditë para mbajtjes kuvendit, konsideroj që është një ndërhyrje direkte politike në punët e Federatës të Futbollit Kosovës. Ne duhet me kuptu që jo vetëm Federata e Futbollit, po i gjithë sporti i Kosovës, gjitha federatat nuk munden me përballu as një interferim në punën e brendshme të federatave të tyre, në këtë rast Federatës Futbollit, sepse ato janë OJC, janë organizata të pavarura, pavarësisht që ligji për sport është një ligj që nuk është hartu për me ndihmu sportin e Kosovës, por është hartu pikërisht për me ngulfat edhe me ju kriju mundësia më ndërhy në punët e brendshme të sportit, në këtë rast edhe të Federatës Futbollit. Une e gjykoj këtë letër që ka shku vetëm pak ditë para mbajtjes së kuvendit në UEFA dhe FIFA, dhe po ashtu konsideroj që pavarësisht shumë gjonave tjera që munden me u diskutu brenda për Federatën e Futbollit, a funksionon mirë gjithçka, a është në rregull çështja e konkurrencës, ose a është në plotëni e harmonizuar statuti me ligjin edhe me aktet ligjore të Kosovës, konsideroj që ato janë tema që rrugës mundesh me i diskutu, mrena mandatit mundesh me i diskutu, ki kohët mjaftueshme, mirë po nuk duhet me pengu Federatën e Futbollit momentet ma kritike të saj, momentet ma të ndihshme me gjona të tilla dhe vazhdimisht vetëm kohën kur bëhen zgjedhjet. Kështu që unë sa e kom pa letra që ju ka dërgu klubeve prej Federatës Futbollit, kur është thirrë kuvendi Federatës Futbollit, konsideroj që është brenda afateve ligjore si ma statutit Federatës Futbollit dhe konsideroj që kjo ftesë është bën përputhje me statutin, në përputhje me ligjet e Kosovës dhe po ashtu edhe me statutet e UEFA-s dhe të FIFA-s dhe konsideroj që duhet jetë patjetër një kuvend i rregullt edhe i ligjshëm.